Të mbijetuarit të cilët kanë marrë guximin me tregu familjarëve, shpeshherë janë refuzuar prej tyre. Kemi familjarë të cilët i kanë detyruar kurrë me fol. Që unë çdo herë them, lufta për neve ka përfunduar në vitin 1999, por për të mbijetuarit nuk ka përfunduar, sepse atë në momentin e tyre trauma e tyre është në vazhdimsi. Kjo kalon në cikël, trauma bartet për një gjeneratën në gjeneratën tjetër. Dhe këtë nuk po e them vetëm me fjalë, këtë kemi konstatuar edhe me studim. Dhuna seksuale për nga natyra është e vrasht, është e egër dhe shpesh shoqërohet me ndjesinë e fajit, me ndjesinë e turpit dhe aq më tepër në shoqërinë kosovare, të konsideruar si shoqëri patriarkale ku morali është shumë i lidhur me seksualitetin. Kështu që të mbijetuarit për vite të tëra traumën e ka marrë mërna vetës. Dhe trauma kur marrë mërna vetë është një lloj burgu mërna vetës, nuk është se trajtohet vetvetiu. Kështu që të mbijetuarit për vite të tëra e kanë shtypa traumë për frikën se nëse flasim, cilat kanë me qenë pasojat në shoqëri, cilat janë pasojat sociale, sepse pasoja ka pas shumë. Të mbijetuarit të cilët kanë marrë guximin me tregu familjarëve, shpeshherë janë refuzuar prej tyre. Kemi familjarë të cilët i kanë detyruar kurrë me fol. Kemi familjarë të cilët i kanë detyruar në mosha shumë të hershme me martu me persona të cilët kanë qenë më parë të martuar ose të vej. Kemi persona të cilët i kanë divorcuar edhe pas disa fëmijëve që kanë pas. Do të thonë, pikërisht kanë qenë këto pasoja që të mbijetuarit e tjerë duke e marrë parasysh se çka mundet me ndodh me ta, e kanë mbajtur traumën për vete. Edhe duke mbajtur këtë traumë, ajo padyshim që kanë ndikuar edhe në shëndetin e tyre qoftë fizik, qoftë psikologjik. Kështu që kur vinë kryesisht persona të cilët kanë zhvilluar një traumë të thellë me çrregullim të stresit posttraumatik, që unë çdo herë them, lufta për neve ka përfunduar në vitin 1999, por për të mbijetuarit nuk ka përfunduar, sepse atë në momentin e tyre trauma e tyre është në vazhdimsi. Kanë rikujtime të shpeshta të ngjarjeve traumatike, i shmangën vendeve, i shmangën njerëzve. Trauma i shmangën njerëzve që ja kujtojnë traumën. Trauma elementin kryesor e ka izolimin. Do me thënë, ajo është elementi kryesor që vjet në pa, edhe dojmë me jetu një jetë kryesisht të izolune, ku mandej shoqërohen edhe me çrregullimet të tjera, siç është depresioni, ankthi. Dhe këta persona padyshim që trauma nuk e prek vetëm individin direkt, po e prek edhe njerëz që shoqërohen. Nëse një fëmijë është vazhdimsi në pranitë të nënës e cila ka përjetuar traumë, është një nënë që në vazhdimsi është me depresion, është me ankth, patjetër që ajo ka më impaktuar edhe atë fëmijë. Edhe mandej kjo kalon në cikël, trauma bartet për një gjeneratën në gjeneratën tjetër. Dhe këtë nuk po e them vetëm me fjalë, këtë kemi konstatuar edhe me studim. Në vitin 2020 ne patëm mundësi me bërë një studim për me pasë si trauma e dhunës seksuale mund të bartet për një gjeneratën në gjeneratën tjetër. Edhe kjo lindi nga fakti se shumë nëna vinin edhe tregonin që shumë simptome, frikë, ankth, mërzi të cilën e kam po e vredhet e fëmijët e mi. A është e mundur trauma me ka ngjitse te fëmijët. Edhe për neve shumë e rëndësishme me pasë si po reflektoi trauma e nanave te fëmijët. Edhe bënim një hulumtim me 120 nana dhe 120 fëmijë, jo fëmijë të cilët kishin lind si pasojë e dhunës seksuale, fëmijë të cilët kishin lind në periudhë pas luftës, në vitin 2005, 2006, 2010, do të thonë janë përfshi fëmijë prej moshës 1 vjeç deri në moshën 18 vjeç që kanë lind pas luftës. Dhe hulumtimi tregoi që sidomos nënat që gjatë stazanis kanë qenë me stres posttraumatik të lartë, që nuk e kanë pas të trajtuar me traumën, ata automatikisht kjo traumë automatikisht arrite të bartej tek fëmijët. Kështu që dole prej 120 fëmijëve, rreth 30% e tyre mund të bartnin traumën nga nëna. Dhe kjo është shqetësuese, sepse këta fëmijë po e bartin një traumë dhe këta fëmijë do ta bartin një traumë edhe në një brez tjetër. Prandaj shumë e rëndësishme për neve çka të bëjmë për me ndërprej këtë cikël të bartjes së traumës. Deri në vitin 2021 ne kemi punu direkt vetëm me të mbijetuarit. Do të thonë personat të cilët drejt për së drejt ju kanë ekspozuar traumës. Po mandej tu e pa impaktin e traumës edhe në familje, sidomos te fëmijët, atëherë kemi filluar me punu edhe me një çështje tjetër që është terapia familjare. Do të thonë, krejt ideja ka qenë që me arrit me trajtu traumën, po jo domosdoshmërisht duke bisedu për dhunën seksuale, sepse nuk është e lehtë të flitet për atë çështje. Edhe mandej prapi kemi marrë të njëjtit fëmijë të cilët ishin pjesë e studimit për me pa nëse trajtimin të cilin e kishim marrë përmes terapisë familjare, a mund të rikthente çato ndryshime epigjenetike të cilët ne i kishim bërë në hulumtimin e parë, dhe kemi qenë shumë të lumtur kur kemi parë që fëmijët mandej niveli kortizolit, që është hormoni më i lartë i stresit, kishte zbritur edhe ndryshimet epigjenetike ishin rikthyer. Dhe prej asaj kohe, ne domethënë nuk ofrojmë vetëm terapi individuale për persona që direkt janë prej nga trauma, por për komplet familjen.